Një prej kolektorëve kryesor në Shkodër, ai pranë bypassit i është nënshtruar një ndërhyrje për pastrimin e tij. Ky kolektor, në cilin shkarkohet një pjesë e ujrave të qytetit, ishte prej më shumë se 20 vitesh pa u pastruar, çka shpesh ishte bërë edhe shkaktari për mbytyjeve në qytet. I bllokuar prej më shumë se 25 vitesh, një prej kolektorëve kryesor në qytetin e Shkodrës, ai pranë bypassit të Shkodrës, duket se do të rikthehet normalitetit. Pas një ndërhyrje nga Bashkia Shkodër është bërë mundur pastrimi i tij. Funksionel mund të jetë për me kenë keq ball. S'ka pas ku me kalu uji, ka këtu sipër. Një kej bën mirë, jo këtu në këtë zonë, që pa shohim na, pa në zona tjera që janë të mushta, a mirë me hapë se kur vjen fshinat e na kujtohet më dhena, u myt me. Mira mëra pa që shtash punës, nuk nollin as për mytjet, as zona tjera të pa gjëshërushme që na gjithmonë për çdo vjet veç kur vjen për mytja kujtona. Puna më mirë e mundshme. Unë kur kam pa, unë nuk naqë, unë ka keni ngushë, unë në fakt jam peshkator gjuje, kam gjetë rëngja. Tash, tha që pas kanë hapë, kalojnë ujë. Gja mirë, që me të thonë, gja mrekullueshme. Pa e normal që është e rëndësishme, sepse herë këtu nuk përmytet Shkodra, se poshtë po vetërujtarë të kolektorët, këtu normalisht që do të ketë mytje. Një shinjë vogël që da me ra, këtu fillon e mytet, pra së pastrimi është gjaja më kryesore, sepse për mytje nuk ka, ujnat kalojnë më shpejt. Ky kolektor prej kohësh ishte kthyer në një zonë ku depozitoheshin mbetje të ndryshme, duke e kthyer në një vatër infeksionesh. Pastrimi i kolektorit që u realizua nga ndërmarrja e usjellës kanalizimeve Shkodër, pritet të ndikojë në largimin e ujrave dhe parandalimin e përmbytjeve në qytet.